kemi një intervistë ndryshe, një bisedë mes asaj që dim, asaj që mendojmë se dim dhe asaj që zakonisht heshtim. Pra, edukimi seksual, shëndeti riprodhues dhe disa tabu që kemi ende prezente në shoqërinë tonë. Kam kënaqësinë që të kem përballë ginekologun tim personal, doktor Ardi Prushin. Faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit ju që më ftuat. Ishte pa diskutueshme pjesa e pranimit të ftesës dhe shpresoj të ato që nuk fliten sot deri një farë nivelit t'i flasim dhe t'i prekim. Patjetër. Le ta fillojmë nga fillimi. Kur një student i mjekësisë mbaron formimin e përgjithshëm dhe zgjedh specializimin, në çfarë baze e bën këtë? Çfarë kërkese ka tregu, vokacionin e brendshëm apo kuotat e lira? Në fakt, rasti im është pak i komplikuar, sepse zgjedhja ka qenë racionale në raport me ginekologjinë. Në fakt, unë pasionin tim kam pas kirurgjinë e përgjithshme, për atë arsye jam fut mjekësisë të përgjithshme. Në fakt, arrita të konkurroj, ta kap si specializim, bëj dhe një vit e gjys apo 2 vjet specializim. Më pas pata një problem shëndetësor në cilin u detyrova të ndroj specialitetin dhe zgjodha ginekologjinë duke qenë se ka brenda patjetër kirurgjinë, po ka dhe aspektin klinik. Me sa kuptoj, ka qenë zgjedhje shumë e mirë. Në aspektin po prap racional, ka qenë zgjedhje akoma më mirë dhe se kirurgjia. Jo, shumë mirë. Doja ta filloja këtë bashkëbisedim nga të rinjt. Si duket situata me të rinjt? A janë ato të edukuar për aspektin seksual, seksualitetin e tyre, për problemet që mund të ketë, smundjet seksualisht të transmetueshme? Grup moshat që janë dhe më hendi me pjesën e telefonit, teknologjisë, patjetër kanë një nivel më të lartë të ndërgjegjes dhe të edukatës shëndetësore. Dhe këtu bëjmë pjesë grup moshat, po themi 18 deri 25-26 vjeç. Dhe sa më shumë rritet mosha, aq më shumë ulet kurba e informimit dhe e edukatës të mirëqenies intime dhe shëndetit ginekologjik. Sigurisht, çdo vit bëhet dhe më mirë, por prap jemi në shifra t'ulta në raport me çdo duhet ishim dhe ç'duhet të jemi. Apo ulet mosha e fillimit të marrëdhënieve seksuale tek të rinjt? Në fakt, kjo është një pyetje që nuk është se mund të kem një dhënë eksakte, për të vetmin arsye sepse nuk e kemi në atë përditshmërinë tonë si pyetje në raport me pacientin kur ka filluar aktiviteti seksual. Në fakt është një pyetje që duhet bërë random, duhet bërë në mënyrë të përhershme, të paktën ke pacientet e reja, por me sa duket dhe ne mjekët për hir të tabuve që janë të krijuara në mënyrë të pavetdijshme dhe ne anashkalojmë disa situata që në fakt në aspektin klinik mund të jetë mvlefshme. Sigurisht, nëse ka një vlerë, kjo nuk na shpëton. Por random nuk pyesim. Por besoj me sa kuptoj të paktën nga pacientët e mia është në atë moshën 16, 17, 18 vjeç. Po, ndërgjegjësimi për vaksinën e HPV-s, si është tek vajzat e reja ose edhe tek prindrit e tyre, ka komunikim? E dobët është e dobët. Mendoj që duhet bërë një punë jashtëzakonisht shumë e madhe. Me sa di, është futur në skemat e vaksinimit standard. Por arrit kuptoj që nuk është futur në mënyrën e duhur. Shoh që ka mangësi dhe patjetër ato të parët që duhet bëjnë, po themi propagandën pozitive, raport me vaksinimin kundra HPV-s dhe tek meshkujt dhe tek femrat, është shumë e rëndësishme për të dyja gjinit, po patjetër, do thënë, të dyja gjinit preken nga HPV-ja, në të dy gjinit HPV-ja mund shkaktoj kancer në organet genitale femërore dhe mashkullore, si dhe kancerin anal
dhe kancerin orofaringeal tek të dyja gjinit. Dhe sipas një studimi të Lancetit, është një ndër revistat shkencore më të mëdha në nivel global, presupozohet që nëse kryhen fushatat e vaksinimit, në vitin 2100 HPV-ja nuk do të ekzistojë më. Si shumë dhe shumë sëmundje tjera të cilat nuk ekzistojnë më si rrjedhojë e vaksinimeve në masë. Po shkolla ka ndonjë impakt tek edukimi seksual? A kanë ato kurrikulat mjaftueshme sipas dienis tuaj? Them drejtën, nuk kam dieni për këtë pjesë. Nuk kam dieni për arsyen se nipat e mia janë akoma të vegjël, me sa di filluhet në klasë 8. Edukata seksuale, paktën në kohën time u ka pas filluar në klasë 8. Edhe në kohën tonë. Edhe në kohën tuaj besoj, po prapë në klasën e 8, si një moshë jemi. Dhe nuk kam informacion për këtë pjesë. Gjithsesi, unë para pak kohësh bëra një status, shqiptarët e mbajnë telefonin me klëf dhe ekran mbrojtës, por nuk përdorin masa mbrojtësa. A e kuptojnë shqiptarët rrezikun e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme? Me sa duket, jo. Me sa duket, jo. Në momentin që nuk përdorin prezervativin, me sa duket nuk e kuptojnë. Sigurisht, dhe përdorimi i prezervativit ka indikacionet e veta. Mendoj që nuk është fort e përshtatshme përdoret prezervativi me një partner fiks në cilin është krijuar besueshmëria dhe jemi të sigurt për... Cili është justifikimi më i shpesh që keni dëgjuar për këto që nuk përdorin masa mbrojtësa? Ulet ndjeshmëria? Nuk ndjej kënaqësi, është ajo më e shpeshta. Po është një mit apo është e vërtet? Nuk e mbaj mend. Unë kam kohë që nuk kam bërë kontrole vetë, po ishte gruaja e tij, se më tha ai, tani ajo kishte dalë në rregull, me rregull treshi, unë si kam dalë. Nuk ekziston rregulli treshit shumë mjekësi. Dhe as deduksionet nuk ekzistojnë shumë, kështu që kalo nga java të bësh vizitën tënde. Sa e rëndësishme është të bëhen kontrole edhe kur mendon se nuk e gjë? Në fakt është më e rëndësishme se sa të bësh kontrole kur ke gjë. Sepse kur nuk mban me ujë pilafit, gjithë drejtohen ke mjeku. Puna është që shpesh herë i gjejmë fazat avancuara ku trajtimi është patjetër shumë herë më i vështirë dhe normalisht postulati i mjekësisë moderne është parandalimi dhe jo trajtimi. A janë gratë vërtet sot informuar apo ka shumë tepris informacioni dhe ka konfuzion? Ka konfuzion informacion, ka kakofoni informative në raport me shëndetin. Ashtu dhe ChatGPT-ja tani dhe kjo pjesa e AI. Si po ndikon inteligjenca artificiale në komunikimin që ka pacienti me inteligjencën dhe pastaj kur vin tek ju me pyetjet që mbasi ka gjeneruar? Nuk para e shprehin pjesën që jam konsultuar me chatin. Sigurisht ka pacientet të cilat e lejnë të kuptohet diçka të tillë. Informacioni tek AI, të paktën ato kanalet që përdor unë, Gemini dhe ChatGPT, është më i mirë, po themi, se sa kërkimi dikurshëm në Google, ku futeshe diku, pastaj dile diku tjetër. Pra ka një lloj... Që sipas Google kishte vdekur dje. Kishin shtatat. Dhe është më i sintetizuar, është më i thjeshtë, është më i kapshëm. Sigurisht, mbetemi gjithmonë në nivele të një informacioni të përgjithshëm dhe nuk besoj se gratë shqiptare janë jo aq inteligjente sa mos të vinë ke mjeku, por të trajtohen sipas këtyre metodave. Po komunikimi ndërmjet pacientit dhe ginekologut në këtë rast, sa e lehtë apo e vështirë është për pacientët? Dhe a keni pas raste kur ato nuk ju kanë thënë gjithë vërtetën, por që e vërteta ishte shumë e dukshme? Po, në fakt, jo më larg se një javë përpara, pata një rast që sepse e kanë zakon, në fakt, pjesën që kanë bërë një vizitë diku, mund të ketë dalë një problem dhe vinë dhe nuk thonë gjë sepse duan të dinë opinionin tënd pa u ndiku nga opinioni një mjeku tjetër.
fakt kjo nuk vlen në mjekësi. Mjekësia është fushë shumë e gjerë, ginekologjia është fushë shumë e gjerë dhe second opinion është vetë termi mjekësor, do të thotë një opinioni dytë mbi një opinion që ka dhënë një mjek tjetër. Dhe në fakt më bëri përshtypje sepse kisha bërë në story një NGL, not gonna lie, atë linkun që pyesin formë anonime se vdesin për... Po, se të anonimet shprej lirshëm. E kemi, do me thënë, nuk e di, është fantastike, do me thënë, pjesë e anonimeve. Dhe që më shkruajti që këshu. Unë pa tjetër kisha dyshu diçka ke kjo paciente, por pres edhe sot përgjigjen e pap testit. Në fakt që kur pash atë mesazh, hapa agendën se ishte një ditë përpara kjo vizitë, dhe i shkruaj edhe në falë tije kjo që ke shkruaj këtë. Dhe në fakt unë ndje shumë keq, i thash ka asnjë lloj problemi në raport me mua. Do të thënë, gjithë ideja është me kuptu që dëmin ja bëjmë vetë, sepse sa do mjek i mirë, i keq, ekselent, i shkëlqyshëm, nuk e di se çfarë jemi njerëz dhe patjetër që mundet diçka të na shpëtoj, mundohemi maksimalisht mos na shpëtoj asgjë, por nuk besoj se ka profesion apo njerëz që janë të pagabushëm apo që nuk mundet të shpëtoj diçka. Po, aktualisht është atë e padëshiruara, si është statistika? A ka një rënje se ka një ndërgjegjësim apo vazhdon një ritëm konstant? Normalisht ka rënje të numrave sepse sot ndërgjegjësimi është më i madh për masat mbrojtëse, qoftë për metodat mbrojtëse fiziologjike, pra pull-outin, coitusin ekstern, qoftë prezervativi, po mbi të gjitha dhe për pjesën e kontraceptivëve, ku fus këtu shoh një rritje të përdorimit të pilulës emergjencës. Sa e rëndë është? Përdorimi saj? Çdo lloj medikamenti, në momentin që ka mënyrat alternative, është i dëmshëm, thonjza. Kështu që sa më shumë tentojmë të shmangemi dhe të shmangim përdorimin e medikamenteve, aq më mirë bëjmë. Sigurisht dhe pilula e emergjencës nuk duhet përdorur në mënyrë rutinë, duhet të jetë shumë e kontrolluar sepse sjell disbalanca hormonale. Në vetvete, pilula e emergjencës në parim ka sjelljen e ciklit jashtë radhës ciklit. E kuptoj. Duke ndryshuar balancat hormonale. Po në ato herë që keni patur rast të aborti, cila ka qenë arsyeja për ndërprerjen e shtatzanisë? Kanë qenë paragjykimet, mosmarrja e përgjegjësisë nga ana e meshkujve, apo mundësi financiare? Më të shpeshta që unë të paktën shoh në praktikën klinike është mbetja shtatzën me një partner kazual, rastësor, ose me partner në cilët nuk kanë një qëllim apo nuk kanë në qëllim krijimin e familjes, dhe në vend të dytë është mosha e hershme. Po themi rrotull të 20-tave, të cilat nuk janë gati për shtatzani, qoftë në raport me veten, qoftë në raport me partnerin, qoftë në raport dhe me familjen. Po abort selektiv ju ka qelluar ose është trend? Mua personalisht nuk më ka qelluar kurrë, dhe sigurisht unë edhe nëpërmjet rrjeteve të mia sociale kam disa parime të cilat në fakt dhe pacientët nuk vinë dhe të më shkruajnë. Një nga këto është aborti selektiv, një tjetër është himenoplastika, nuk e krye, kam çështje parimit të imit që nuk e kryej pjesën e qepjes dhe nuk do ta kryej ndonjëherë. Nuk dua të thellonte kjo pjesë. Po për këtë trendin e momentit, nuk po them trend, por që po flitet shumë për PCOS-n. A kemi ne me të vërtet mjek të specializuar për këtë çështje, duke qenë se është pak komplekse, që përfshin shumë faktor? Nga vetë emri, sindrom përfshin një mori shenjash klinike, ku nuk preket vetëm një funksion i vetëm një organi, por është një çështje komplekse. Është çrregullim ginekologjik, endokrinologjik, pra në aspektin endokrinologjik, pra në aspektin hormonal. Fut këtu që shpesh herë
ose në shumicën e rasteve, ose pothuajse në të gjitha rastet, PCOS-i, pra sindroma vezores polikistike, shoqërohet me insulinorezistencë. Ku në lojë këtu patjetër ne si ginekolog japim trajtimet sipas protokolleve, por në raste të tilla konsulta multidisciplinare, pra nëpërmjet mjekut obstetër ginekolog dhe endokrinologut duhet të jetë një standard i përhershëm i punës. Është sindrom e shpeshtë, përfshin rreth 20 deri në 30% të grave, vajzave, femrave. Sigurisht në Shqipërinë nuk kemi dhëna të sakta sa është përqindja, sa nuk është, po besojnë në këto lloj shifrash rrotullohemi. Po sa ndikim ka mënyra jetesës në përmirësimin e simptomave? Është faktori kryesor. Stili i jetës në lidhje me sindromin e vezores polikistike është determinues. Me ruajtja e peshës mirë, ushqyerja e mirë, kryerja e aktivitetit fizik janë 3 elementët nga ku unë të paktën nisem gjithmonë raport me pacientët e mia, duke mos i shty direkt në futje në skemat e mjekimit. Po për suplemente, çfarë mendimi keni? Qoftë suplemente që kanë të bëjnë me pëcosën, apo edhe me suplemente tipit probiotikët për florën vaginale, domethënë kjo gama e gjerë. Nuk jam nga ata mjek që e bazoj rezultatin e punës time tek pjesa e suplementeve. Suplementet kur duhen dhënë. Për shembull në vezoren polikistike, sindromin pra PCOS-in, është tashmë e vërtetuar që suplementet e inozitolit japin efekt të mirë në funksionimin e vezores. Ndërkohë, ka shumë suplemente të tjera, të cilat unë i shoh është bërë mod, madje reklamojnë pafund çdo ditë shoh suplemente të reja dhe në fakt ajo që më shqetëson është reklamimi nga njerëz të papërshtatshëm. Nga influencerat. Po, nuk mund t'ja veja emrin influencer, se nuk di çfarë influencojnë apo kë influencojnë, por mendoj që këtu duhet ndërhy, sepse po luajn menç dynjaja, shoh dhe në televizor reklamat pafundme, një çmenduri kolektive. Po përdorimi i vazhdueshëm i antimikotikëve, këtyre ovulave, të cilat merren dhe pa recetë, domethënë si ju duket juve trendi te gratë dhe vajzat që Po, shumë i zhvilluar është, shumë i madh është dhe ky lloj trendi, në fakt ka një parim thjesht në mjekësi që recetën e jep mjeku dhe mban përgjegjësinë morale, ligjore, të etikës profesionale mbi recetën që jep. Pa dash të kritikoj koleg apo koleg dhe të jo mjek, por dhe farmacist apo stomatolog apo shëndetin publik, unë mendoj që pa kryer vizitën nuk mund t'jepet as edhe një lloj mjekimi i cili prek mukozat. Sigurisht ka barna over the counter, zakonisht janë këto anti-inflamatorët, jo steroid, shqetësuesët që jepen për dhimbjet apo shuru pra gjëra të tjera. Por me sa di unë, pjesa e ovulave vaginale nuk futet në ato preparate që konsiderohen over the counter, pra që jepen pa recetë, dhe duhet dim që ovulat praktikisht gjitha ovulat janë antibiotik ose antimikotik. Pra po merrni antibiotik pa ditur nëse duhet merrni antibiotik apo jo. Dhe këtu është një problem shumë i madh, sepse një paciente mund të ketë myk dhe shkon merr një ovull e cila është ovull antibiotik dhe jo antimikotik dhe i thellon akoma më shumë mykun. Problemet. Shumë gra po zgjedhin të bëhen nëna pas të 35 viteve. Tani, si është situata? Kjo është e rrezikshme, po fillon infertiliteti,
po përballen me infertilitet? Infertiliteti patjetër që fillon mbiles dhe më herët se mosha 35 vjeç, paktën nëse shoh unë në praktikën klinike, po prapë që nuk është e pakët, mbas moshës 27 vjeç ka një rënje drastike të niveleve të rezervës ovariale. Sigurisht unë e kuptoj që jeta sot, qoftë në Shqipëri po dhe në botë, është bërë më e vështirë. Fëmijët sigurisht janë kënaqësia më e madhe e jetës që mund të ketë një çift, por dhe ju duhen ofru kushtet sa më optimale. Kjo nuk do të thotë, unë nuk jam i parimit që bëj një fëmijë tani se t'iku mosha. Sigurisht fëmia duhet bërë si rrjedhoj e një marrëdhënie që kanë dy persona, por sot kemi mundësi që të ruajmë vezët. Nuk duhet jetë as pak, as utopia, as tabu pjesa që vajzat të cilat nuk kanë plane të afërta për të mbetur shtatzën, apo që duan të zhvillojnë veten e tyre si fillim, karrierën e tyre dhe më pas të mendojnë për këtë, patjetër që duhet të marrin konsiderat faktin e ruajtjes vezëve. Po ka edhe kosto financiare të shumtë kjo? Kosto financiare, çdo gjë ka praktikisht, tu mjekësia është e subvencionuar në shumicën e kohës nga vetë pacienti, por mendoj që kostot financiare në raport me kostot shëndetësore, me kostot në vazhdimin e jetës dhe kostot psikologjike që jep mos pas e një fëmije janë shumë herë jashtëzakonisht më të mëdha se sa kosto e rujtjes vezëve. Të marrim shembullin e Bleona Qeretet, sa ajo e futi për herë të parë këtë. Shqyr që doli Bleona që na e tregoi dhe na e mësoi. Kur një çift duhet të fillojë të shqetësohet për fertilitetin? Mbi moshën 30 vjeç. Fertiliteti in vitro. Shumë çifte po shkojnë drejt asaj rruge. Çfarë i pret ata? Që duhet kenë ata parasysh para se t'i futen kësaj rruge? Është një proces i cili futet në shumë detaje në raport me funksionimin e organizmit, qoftë në rastin e femrës, qoftë në rastin e mashkullit. Është një proces i cili tashmë është rutinë dhe standard, është një proces jashtëzakonisht i sigurt, por patjetër që nuk ka garanci 100% në outcome-in sepse po e bëjmë këtë proces, pra nuk do të thotë kryva IVF baraz do bëhem nën. Sigurisht ka rrisjet e saj, ka çifte të cilët kanë provuar IVF-in dhe nuk janë bërë dot me fëmijë, por gjithsesi ka një range suksesi 60 deri 70%. Po në eksperiencën tuaj, a ju anë nënkuar ndonjëherë pacientet për ftohtësi seksuale, pra që nuk kanë ndjeshmëri gjatë aktit? Po, patjetër. Madje pacientet e lindura po themi mbi 2 herë, ose pacientet në një farë moshe, sidomos atë moshën e perimenopauzës, patjetër që kanë problematika të tilla. Sigurisht këto problematika duhen parë në aspektin ginekologjik, përjashtojmë problematikat ginekologjike duke filluar nga një infeksion apo dhimbje, mungesë lubrifikimi, pjesa e humbjes sensitivitetit si pasojë e lindjeve apo procedurave që janë kryer në vaginë gjatë lindjes, të cilat këto zgjidhen sot në aspektin ginekologjik. Madje një nga këto zgjidhje është edhe femilifti në raport me tharjet dhe atrofit vaginale. Që ju e ofroni në klinikë? Që unë e ofroj, patjetër. Ndërkohë, duhet parë dhe në aspektin psikologjik. Fatkeqësisht tu jemi pak. Këtu duhet ndalëm. A po përpiqen burrat shqiptarë të kënaqin partnerët e tyre apo shpeshherë janë egoist? Çfarë mendoni ju nga komunikimi, nëse arrihet ky komunikim me pacientin? Ky është në fakt komunikim që nuk para arrihet pacientin në aspektin ginekologjik, por kam përshtypjen që
primare është mungesa e komunikimit prej të dyja palëve. Nuk di është çështje e meshkujve, sigurisht meshkujt mund të jenë më egoist në këtë aspekt, mund të shohin më shumë terezinë dhe kënaqësinë e tyre, por mendoj që nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të kënaqesh në fillim partneren, pastaj veten. Po, si mendon, seksi është më shumë teknik apo komunikim mes dy njerëzve? Ja, për mua Mes dy ose më shumë, ë? Dëgjoj, kur janë shumë komunikimi bëhet pak i vështirë, sidomos me ne shqiptarët që nuk lejmë Duhet me ndërmjetësim. radhë, kështu që më mirë me u fut në veprim. Po mendoj që është komunikim patjetër. A mendon të hapësh një podcast me pyetje përgjigje si ai seksologu dikur? Alo, urdhëro. Si doktora Demargji. Problemi është që unë nuk jam seksolog, se me qef do e kisha bërë. Është specializim që e kemi aktualisht në Shqipëri? Jo, nuk është pjesë e Kurrikulave? mjekësisë përgjithshme, është pjesë e psikologjisë dhe seksologjisë. Okej. Pra në aspektin psikologjik trajtohet nga... Po me sa di unë këtu ne nuk kemi më një të tillë. Sa të gatshëm janë shqiptarët të dëgjojnë dhe të pyesin, po pa turp? Apo vetëm tek këto anonime? Vetëm anonimet. Vetëm tek anonimet. Anonimet do me thënë këto në story, sigurisht dhe profilet fake. Në Instagram për pyetjet specifike. Po diçka ditëm se do me Po popullin patjetër, absolutisht. Ne nga aty i kemi mësuar anonimet patjetër. Tani doktor, a habiteni ende në punën tuaj apo mendoni se i keni parë të gjitha? Apo s'keni parë gjë akoma? Nuk kemi parë asgjë akoma. Jo, ka patjetër. Patjetër që ka çuditëra. Nuk mbaret, me thënë atëherë kur mendon që, okej, më shumë se kaq nuk mund të shkoj, patjetër del diçka që sfidon. Dhe një gjë tjetër që do doni të ndanit me ne? Me ndjekësit, me fansat, me mua? Po me ty ndajmë ke kafja pas intervistës. Do i kushtoja shumë rëndësi po prap pjesës para ndalimit. Vizitat rutin duhen kryer. Një herë në vit ke ginekologu duhet shkuar. Është vetëm një herë në vit që ka një kosto rreth 100.000 lekë vjetra. Hiqemi një muaj parukjerin. Dhe shkoni ke ginekologu. Unë me kënaqësi fshatare që jam. Normal. Nuk ti je jashtë... Jam sui generis. Je në vete totalisht. Dhe dyta, përdorimi i produkteve intimasi. Po, këto i kam. Biles dhe i marrë prapë me vete, se na kam mbaruar. Aty i kemi. Shumë faleminderit. Kënaqësia ime, faleminderit ju.